fushata elektorale, Partia Demokratike mban mitingun hapës në sheshin Nën Tereza sot pasdite, socialistët mblidhen nesër në sheshin Skënderbej. Misioni Odir zhvillon një takim me drejtuesit e SPAK në ditën e hapjes zyrtare të fushatës zgjedhore, mbështetje e plot për hetimin e krimit elektoral. Sot mbrëmja 4 të spektaklit Ferma VIP në ekranin e Vision Plus, nisin tensionet dhe flirtimet mes konkurrentëve, aga i vendos përballë sfidave. Përshëndetje nderuar teleshikues, ky është edicioni informativ i lajmeve këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Partitë nisin sot zyrtarisht fushatën elektorale për parlamentaret e 11 majit. Aleanca për Shqipërinë Madhështore udhëhequr nga Partia Demokratike ka zgjedhur sheshin Nën Tereza për të mbajtur pasdite mitingun hapës. Ndërsa kryesocialisti Rama do të ketë sot një takim me gratë, por mitingu i çeljes së fushatës mbahet mesditën e të shtunës në sheshin Skënderbej. Ky 11 prill shënon në çeljen zyrtare të fushatës elektorale për zgjedhjet e ardhshme parlamentare të 11 maj. Në sheshin Nën Tereza, në orën 19 të ditës së sotme, Partia Demokratike do të jetë e para që do të zbresë në fushë. Socialistët e kanë konceptuar në një tjetër mënyrë nisjen e fushatës. Gratë janë ato që do të marrin vëmendje në një takim, i cili do të mbahet në orën 17:00 brenda teatrit të operës dhe baletit, duke komunikuar kështu në lidhje direkte me 12 qarqet e Shqipërisë, ku secili drejtues politik do të prezantojë kandidatët respektive në garë. Takimi do të drejtohet nga kryesocialisti Edi Rama. Partia Socialiste ka njoftuar se takimi zyrtar për të ndezur motorët e garës do të realizojë të shtunën më datë 12 në sheshin Skënderbej në orën 12 në simbolik të 12 tyjeve të flamurit të BE-s si pjesë e integrimit në Union dhe me një lidhje direkte në 12 qarqet e Shqipërisë. Vision Plus mëson se slogani i Partisë Socialiste për parlamentarët e 11 majit është Shqipëria 2030 në BE, vetëm me Edin dhe PS. Pa humbur asnjë ditë kohë, kryetari i Partisë Demokratike do të mbledhë sonte në shesh figurat kryesore, aleatët dhe simpatizantët. Pjesë e mitingut hapës të fushatës do të jetë edhe strategu amerikan Chris LaCivita, i cili mësohet se do të mbajë edhe fjalën përshëndetëse në krah të kryedemokratit Berisha. Ndërsa mesazhi i tij për fushatën ka nisur me një postim në platformën X, teksa ka postuar një video me pyetjen: kush është Bufi dhe kush është Miu? Në një postim në Facebook, kryekomisioneri shtetëror Ilirian Celibashi ka bërë një thirrje të drejtë për drejtë për kandidatët në garë. Fushat do të zhvillohet deri më datën 9 maj, ndërsa 10 maj, ashtu siç e parashikon kodi zgjedhor, do të jetë heshtje zgjedhore. Ditën e çeljes së fushatës zgjedhore, misioni OSBE Odir tregoi mbështetjen për SPAK duke vizituar ambientet e këtij organi. Fillimisht, kreu i misionit ambasadori Lamberto Zanier zhvilloi një takim në prokurorinë e përgjithshme me drejtuesin Olsian Çela. Disa ditë më parë OSBE i dhuroi SPAK pajisje kompjuterike që do të përdoren nga task forca e posaçme. Grupet në terren do të mbulojnë të 12 qarqet e Shqipërisë dhe do të përbëhen nga prokurorët e SPAK-ut, hetuesit e Byros Kombëtare të Hetimit, agent financiar dhe personel mbështetës. Ndër argumentet e paraqitura në seancën gjyqësore ndaj tij, Fatmir Mediu veçoi faktin se roli i tij në ngjarjen e Gërdecit ishte vetëm politik. Ish-ministri i Mbrojtjes hodhi poshtë pretendimet e akuzës që e lidhin atë me shpërthimin tragjik. Ish-ministri i Mbrojtjes Fatmir Mediu, i pandehur për tragjedinë e Gërdecit, paraqiti para gjykatës së posaçme kundërshtitë e tij mbi përgjigjet e ekspertëve për akt ekspertimin tekniko-ushtarak. Sërish, ai mohoi të ketë lidhje me shpërthimin ku humbën jetën 26 persona dhe u plagosën qindra të tjerë, duke vënë në dukje se përgjegjësia e tij ka qenë vetëm politike. Mediu thotë se seanca e sotme nuk është rastësore që përkon me nisjen e fushatës elektorale. Tashi vetëm në Shqipëri nuk ka rastësi, do ishim pak naiv të qonim që ka rastësi në Shqipëri. Shpërdorim detyrës në rastin tim ka të bëjë me faktin që të mos respektimit ligjeve apo akteve ligjore të barazvlefshme me ligjin. Edhe akte ligjore për ministrin janë kushtetuta, marrëveshje ndërkombëtare, vendimi i Këshillit të Ministrave dhe ligjet apo VKM-t. Kurse nëse thuhet që do në akte ligjore për zbatuar ministri janë rregulloret e forcat armatosura, nuk jemi në një demokraci kushtetuese apo në një funksionim drejtësisë sipas konceptit ligjit dhe kodit procedurës. Brenda seancës, ai tha se sipas ligjit për buxhetin, fondet e donatorëve për demontim
konsiderohen si pjesë e buxhetit të Ministrisë së Mbrojtjes, qoftë grante, qoftë kredi. Në çdo rast tjetër, transporti është bërë nga forcat e armatosura. Në këtë proces, ish-ministri i Mbrojtjes Fatmir Mediu akuzohet për shpërdorim të dyfish të detyrës, sipas kodit penal dhe atij ushtarak. Procesi ka nisur me inicimin e familjes Durda, që humbi nga shpërthimi djalin 8 vjeçar, Edison Durda. Seanca e kësaj të premte zgjati 3 orë. Kamerat e sigurisë fiksuan lëvizjet e autorit të plagosjes mes natën e 9 prillit në Tiranë. 32 vjeçari qëlloi me armë personin me të cilin u konfliktua për një vend parkimi dhe më pas ndërroi makinën për të humbur gjurmët. Me njëherë pas plagosjes me armë zjarrin e Tiranë 2 ditë më parë, autori i dyshuar Franci Canaj është nisur drejt banesës së tij. Në këtë pamje duket 32 vjeçari i cili lë makinën e tij taksi dhe më pas largohet me një mjet tjetër të parkuar në garazhin e banesës. Për hetuesit këto veprime, ai ka kryer në mënyrë që të humb gjurmët dhe të arratiset. Veprimet i riu i kreu fill pas konflikti që kishte me Gerald Hoxhën. Sipas policisë Franci Canaj, u konfliktua me Hoxhën për një vend parkimi dhe konflikti degradoi deri në përdorimin e armës së zjarrit. Ngjarja ndodhi mbrëmjen e 9 prillit pranë urgjencës së re të QSU-s. 29 vjeçari u dërgua në spital ku ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Në vitin 2016, autori i dyshuar Franci Canaj ka qenë më parë i arrestuar në Itali, i cili u akuzua për trafik droge dhe shfrytëzim prostitucioni. Një aksident i rënd ndodhi mëngjesin e kësaj të premteje në aksin rrugor Berat Dimal, në afërsi të urës së Moravës, ku si pasojë ndoroi jetë një 51 vjeçar. Rreth orës 7 të mëngjesit, automjeti Eduard Ismailit u përplas me një makinë tjetër. Përplasja ka qenë e fortë dhe mjeti i drejtuar nga Ismaili është shkatërruar totalisht, duke bërë që të kërkohet ndërhyrja e forcave zjarrfikse për të nxjerrë të aksidentuarin. Eduard Ismaili është transportuar menjëherë drejt spitalit të Beratit për trajtim mjekësor, por fatkeqësisht për shkak të plagëve të marra ndëroi jetë. Një urban i linjës së Unazës në Tiranë është përfshirë nga flakët këtë të premte. Sipas policisë, mjeti i transportit publik është djegur si pasojë e një defekti teknik. Fatmirësisht, nga zjarri ka vetëm dëme materiale, ndërkohë mësohet se pasagjerët janë larguar menjëherë pasi nisën flakët. Ngjarja ndodhi në bulevardin Jeanne d'Arc në afërsi të Ministrisë së Jashtme. Menjëherë në vend ngjarje mbërritën forcat zjarrfikse, të cilat bën të mundur shuarjen e flakëve. 270 turist kanë mbërritur në Durrës me crocier. Autoritetet portuale që kanë mirëpritur vizitorët kanë theksuar se këtë sezon numri i crocierave që do të kenë si destinacion Bregdetin shqiptar do të jetë më i lartë. Pas ndalesës në portin e Sarandës dhe Vlorës, crociera MV Hamburg me 270 pasagjerë në bord ka mbërritur mëngjesin e sotëm në portin e Durrësit. Ajo është mirëpritur nga kapiteni Taulant Allka, i cili ka urdhëruar mirëseardhjen kapitenit të crocierës. Unë nisëm nga Pireu me pasagjer francez dhe gjerman në bord. Erdhëm në vendin tuaj të këndshëm, ndaluam më parë në Sarandë dhe Vlorë. Për fat, koha është e mirë. Nesër shkojmë në Kotor, Malezi dhe destinacioni përfundimtar, Venecia. Allka tha se nga viti në vit ka rritje të numrit të crociereve që zgjedhin Durrësin si destinacion për të qëndruar një ditë. Çdo vit i tejkalojmë ato të vitit paraardhës. Si shta dhe ju 13 kam prenotuar, për të shkojë diku te 20 me gjithë ato që prenotojnë last moment. Këtë sezon turistik, Durrësit janë shtuar 2 linja të reja crocieresh, të cilat pritet të ankorohen në portin më të madh të vendit. Burime nga kapiteneria thonë se crociera Oceania Cruiser me 5 yje dhe Emerald Azura me 7 yje janë 2 linja të reja që kanë prenotuar për të ankoruar në portin e Durrësit. Ferma e VIP-ave rezervon një tjetër mbrëmje spektakolare me dinamika të shumta. Tensionet mes konkurrentëve kanë filluar të ndihen, ndërsa nuk mungojnë edhe flirtimet. Spektakli të premtes në ekranin e Vision Plus do të jetë i mbushur me surpriza. Ferma e VIP-ave ka rëmbyer vëmendjen maksimale edhe gjatë kësaj jave, ndërsa 17 fermerët kanë dhënë një shembull bashkëtese dhe harmonie me njëri tjetrin.
Me njëherë pas marrjes së titullit kryefermeri i javës, Andueli ka nisur ndarjen e punëve. Pra do të mendoj ushqimet që janë. Energjia pozitive nuk ka munguar që në nisje të ditës, moment ky që përkon më së shumti edhe me fillimin e punëve të fermës. Dy fermerët e rinj që u bën pjesë e lojës mbrëmjen e së hënës, Daniela Shima dhe Gani Gërmia, kanë marrë kohën e tyre për të njohur fermën si dhe përgjegjësitë që u takojnë. Mund të ishim pritë edhe më mirë. Por hyrja e tyre ka trezuar ujrat dhe ka vënë në lëvizje të gjithë konkurrentët. Ore ka lojra vetëm me kohë. Nuk e bëm me shpirt këtë, me zemër. Alba duket se sërish ka zgjedhur të rebelohet, duke nxitur debate të forta me fermerët e tjerë. Ky e fundit, po ashtu gjatë këtyre dy ditëve ka krijuar një raport shumë të afërt me Limin. Marrëdhënie kjo që duket se po krijon përçarje mes Limit dhe Ester. Nga ana tjetër, aleancat e para kanë nisur. Mendimi është edhe imi. Dhe jemi together. Gjatë këtyre ditëve nuk kanë munguar sfidat e vendosura nga Agai. Ju s'po lodheni fare, një shtirir aty, ha mucho, pi mucho me lek të Agajit. Kryeplak Albano ka qenë i pranishëm në fermën VIP, duke udhëzuar dhe aktivizuar secilin prej fermerëve për sfidën e radhës, që mbi të gjitha kishte të bënte me shpejtësinë dhe shkathësinë. E keni absolutisht të ndaluar të futeni të shtëpia e fakirit. Sfidë kjo që sigurisht për humbësit pati pasoja. Big Mama, Alba, Erandi dhe Elinara si humbës të sfidës u desh të dënoheshin si fakir e të shërbenin fermerëve të tjerë. Fermeri dhe si më dënojnë mua dhe. Në ferm kanë gjetur vend edhe debate të tjera, disa të qartësuara tashmë e të tjerat ende jo. Ekuilibri i lojës është tronditur pas eliminimit të parë duke shkaktuar dinamika që do të jenë në vëmendje gjatë spektaklit që nisonte në orën 21 në ekranin e Vision Plus, si dhe 24 orë në dy kanalet të dedikuara të platformës stream, Ferma VIP 1 dhe Ferma VIP 2. Kjo ishte gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë ndajemi këtu.